të gjithëve, ju uroj një ditë të shkëlqyer të keni. Ne jemi këtu me energjinë tonë të mëngjesit, gati për t'ju thënë mirëmëngjes dhe për të prezantuar recetat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Si e? Jam shumë mirë. Gëzohem shumë. Kënaqësinë tonë këtu edhe unë ndihem shumë mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj unë nga ana ime një ditë të bukur. Anila ju a tha të shkëlqyer, unë do t'ua them të bukur dhe të mbar. Dhe do t'ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Ne do të bëjmë një tavë me oriz dhe me mish pule faktikisht dhe në energjik, me aromën dhe shijen e energjikut. Është një recetë kjo tradicionale dhe kur kemi receta tradicionale dini ju vetëm 2-3 përbërës edhe gjella ka mbaruar. Por ajo është dashuria, shija është e pafundme. Gjithashtu, çfarë do të bëjmë? Kjo është një recetë e shpejtë faktikisht, nëse kemi nga këto tortillat në shtëpi, të cilat i përdorim, domethënë, për një vakt të shpejtë, qoftë edhe për në darkë, domethënë për pasdite që mund të mbledhim atë darkën tonë. Dhe kam menduar që të kemi këto, domethënë tortillat, kemi qoftë nisri, qoftë të tjera, domethënë lloj tjetër. Po, ka disa variante tek në variante të ndryshme. Edhe më të mëdha, më të vogla në përmasa. Më të vogla sipas madhësive, domethënë që ja. Këto mendoj që t'i bëj domethënë në një tavë, prandaj thash kështu të bëj si një lloj pice. Sepse do të përdor, domethënë, domate mund të përdorin në një specë, në një vezë, djathë, pak vaj, gjalp. Domethënë, do i shikojmë pastaj më mbrapa si do ta ndërtojmë ne dhe juve ato që ju ndodhe në shtëpi. Në mos djathë gjizë, vezë, gjizë, domate, djathë të shkrirë, diçka që mund të keni. Domethënë, çfarë mund t'ju ndodhe. Gjithashtu, do të bëjmë një mus çokolate, që do të bëhet shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe këtu nuk kemi shumë përbërës. Na mungon vetëm pana, që do të nxjerrim pastaj sepse duhet të jetë në gjendje të ftohtë, të freskët, në frigorifer. Këtu do të kemi kakao, qumësh, sheqerin, vanile për të aromatizuar. Nëse doni, mund të aromatizoni akoma sepse gjithmonë te çokolata shkon edhe cipa e portokallit. Po, i shkon zakonisht shumë dhe jep një tjetër shije. Unë kam vanile këtu për momentin, por mund të hidhni edhe cipën e portokallit. Dhe pana. Do me thonë shumë thjesht edhe ky lloj mus çokolate bëhet shumë e shpejtë dhe shumë i shijshëm faktikisht dhe është një si thuaç një kombinim i mirë me këtë recetën për të kaluar si thuaç një drekë të shëndetshme, edhe të kënaqshme. Edhe të kënaqshme. Por jo vetëm drekë mund ta konsumojmë dhe më mbrapa. Po. Sidomos ajo pasditja është ajo orari i mesditës, ku tani edhe erësohet më shpejt, qëndrojmë pak më shumë në shtëpi pasditeve, na duhet diçka. Tani në mëngjes bëjmë kafe, ne kemi kafen turke. Këtu, çokoladën, që kemi këtu. E kam bërë kafen turke, po e ke bërë ti kafen tënde? Ka një filxhan. Kafja që më shijon dhe më shoqëron çdo ditë. Është kjo kafe turke që unë marr te kompania Neranzi, vërtet më pëlqen dhe më shijon jashtë mase. Të bëf të mirë. Faleminderit. Dhe të gjitha ne kemi marrë tek Neranzi sot, tek bashkëpunëtori ynë i zakonshëm, i gjatë në kohë, i shpesh në Vila 24, edhe jemi shumë të kënaqur që vazhdojmë të gatuajmë çdo javë me produktet Neranzi, gjithmonë një hap përpara, na jep ide të pafundme në kuzhinë, jemi të sigurt për gjithçka që konsumojmë, krijojmë receta të reja, të ndryshme, të larmishme, të shëndetshme, kështu që vazhdon të jetë një sugjerim që me shumë bindje ju a japim nga këndi i gatimit në Vila 24, bëni një vizitë dyqanet Neranzi dhe mbi të gjitha keni dhe mundësinë ta gjeni në çdo lagje, sepse Neranzi ndodhet kudo, kështu që nuk duhet të shkoni larg për të bërë pazar. Në çdo lagje tuaj keni një tabelë të tillë siç kemi dhe ne këtu në studio, bëni një vizitë, bëni pazar, gatuani atë që Kati do të na propozoj sot dhe ne fillojmë menjëherë nga puna në recetën e parë. Atëherë të dashur Anvisa, për përgatitur këtë recetë, çfarë do na duhet? Një zog fshati ose një pul fshati ose edhe një pul qyteti faktikisht, mund t'i themi kështu. Çfarë të mund të gjeni? Të cilat, siç e shikoni, unë i kam vendosur për të zjerë. Madje i kam pre dhe në racione. Mund ta vendosni edhe pulën kështu të tërë. Që do të thotë, fillimisht atë që ju them gjithmonë, unë duaj që nëse do të masni orizin, do kemi 2 filxhan oriz, do të hedhim 5,5 filxhan ujë për të zjerë pulën. Ose një zog fshati, ose edhe atë, do me thënë, çfarë mund të ndodhet juve faktikisht? Nuk mund të siguroj, por do të them pse e them këtë gjë, sepse kur kemi një pulë, do me thënë, ose zog fshati, që janë bio, nuk ka nevojë të shtojmë shumë aromatizues. Ndërsa në rast të kundërt kemi nevojë, sepse ka nevojë për të shtuar shijen, ndërsa ato e kanë vetë atë shijen e fshatit. Dhe themi që do ta bëjmë fshatit dhe do ta bëjmë tradite. Tani, neve kemi një pulë të cilën
siç e shikoni, e kam vendosur në ujë dhe shumë e rëndësishme është këtu që unë gjithmonë e vendos ujin të valoj dhe pastaj hedh qoftë pulën të plot, qoftë edhe racionet e pulës. Sepse kam thënë këtë, duaj që me njerë sa i hedhim në ujë të nxehtë, ajo me njerë bën atë korren sipërfaqësore, mban lëndjet e pulës, domethënë të mishit brenda dhe mban shije, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në rast kundërt janë ato që e hedhim vendosin në ujë të ftohtë kur duam të bëjmë supra, dhe në supra kur kemi edhe mishet e kocka, fillimisht do vendosni kockat në ujë të ftohtë dhe pastaj do vendosni ato racionet e pulës për të bërë i njëjti veprim, sepse kështu përfitojmë një mish të shijshëm, përveç se lëngu të shijshëm. Tani këtu unë e kam bërë gati, do t'i jap pak më tepër temperaturë që të ashtu, dhe për të aromatizuar unë thjesht do të hedh veç se një lugë nga ky miks erzash, që ka një shije shumë të mirë dhe kombinon mjaft mirë me pulën. Por nuk do shtojmë krip. Nuk do, jo. Kam shtuar vetëm, domethënë pak krip në fillim fare që kam vendosur për të zier pulën, për të shijuar pula. Dhe tani në momentin që është bërë gati, dhe që mua më duhet, domethënë, ky lëngu, hedhim këtë lugën të miks perimeve. Këtu kam edhe në energjik të thatë, që i gjeni të kompania në Ranzi, kem edhe kështu të freskët. Ndërkohë, këtu kam 2 filxhan oriz, dhe tham që do të na duhen 5 filxhan lëng pule. E vendosim këtu, por në zjerje do hedhim 5 filxhan e gjysmë, se gjysma do të, si do që tjetë puna, do të reduktohet gjatë zjerjes. Cilën oriz ke zgjedhur sot? Këtë orizin, Anila, është një oriz. Mund ta bëjmë dhe në orizin basmati. Edhe me basmati. Nëse ke nevojë për ndihmën time, më thuaj. Ja, herë e parë sot që më dha rezultat. Duart. Gjalpi është super i freskët, është shumë thellësor. Shiko, ta me bukë. Është vërtet shumë i mirë, është vërtet shumë i mirë. Gatimeve po që i shton shije, por mund të përdoret fare mirë edhe pikërisht në një fet bukë të lyer në mëngjes, edhe në përgatitjen e ëmbëlsirave. Është i freskët dhe shumë i gjalp. Dhe do ta vendosim në furrë, por shumë e rëndësishme para se ta hedhim gjalpin dhe ta vendosim në furrë, duhet që me patjetër neve orizin ta lajm. Ta lajm, ta vendosim në një kulles, domethënë që të na kulloj mirë. E hedhim në tavë, edhe ai gjatë, ti mbaj këtu pastaj që ti vendoste ujë. Gjatë momentit, do me thënë që qëndron këtu tek tava, e shikon, do me thënë, është pak kështu, por e ka këtë shkrifërimin. Pra nuk është me ujë, ka kulluar, është tharë, thjesht ndihet ajo lagështira shumë pak në duar, por nuk duhet të ketë ujë. Pakës kripi hedh këtu. Pakës piper, por jo në energjikun do të hedhim në momentin që do të hedhim edhe lëngjet, jo tani sepse thahet gjatë vendosjes në furrë. Furrën ndërkohë e kemi të ndezur, okej? To janë yndyrna, do me thënë që hedhim. E vendosim në furrë, në temperaturë 200 gradë, sepse sigurisht e kemi të ndezur më përpara furrën, do ta lëmë aty të shohim 10 minuta, 5-10 minuta, do ta shikojmë, do me thënë që të ngrohet, të shkri gjalpi dhe të ngrohet orizi. Dhe në moment pastaj do të vendosim racionet e pulës, do të hedhim në energjik lëngun në furrë dhe do ta kemi gati. E shikon se sa recete thjeshte, shpejte, shijshme dhe shëndetshme. Dhe sigurisht e kënaqshme për të gjithë. Po. Edhe shion, është e vërtet. Lexojmë pak recetat. T'i japim kohë recetave të shkruara, t'ju japim kohë ju që t'i lexoni, t'i mbani shënim, t'i bëni një foto në telefon, t'a ruani aty në arkivën tuaj të recetave, sa herë që keni nevojë të merrni një ide për të gatuar, për të bërë drekën, për të bërë edhe një vak gjatë ditës, sepse jo çdo recete jona është domosdoshmërisht për vaktin kryesor të ditës, sigurisht që aty jemi të fokusuar më gjatë, po ndërkohë që mund të plotësoni edhe vakte të tjera, si në rastin e tortillave për shembull, që mund të jenë për mbrëmje, mund të jenë për të marrë për vete në punë, në shkollë. Le të lexojmë së bashku se cilët janë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur tavën me oriz, me pule, me energjik, dhe kjo është receta e plot. Na duhet një pulë mesatare, 2 filxhan oriz, një lugë miks erzash ose rozmarin, kokra piperi, një gjethe dafine, një thelpi hudhër, gjysmë limoni, një lugë energjik, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj edhe krip. Po. Marsh kështu një ndërprerje këtu. Marim një ndërprerje këtu. Atëherë do t'i sqaroj ambisat, sepse thashë që neve do ta bëjmë te kjo receta. Po, te kjo recetë. Do ta bëjmë, e hodhëm vetë se një lugë miks erzash, në qoftë se kemi një pulë, domethënë fshatit, një pulë që një pulë të plot. Plot. Në rast se nuk kemi, domethënë që kemi një pulë, që kemi nevojë ta aromatizojmë,
thash që do të hedhim. Këtu kam edhe rozmarin, gjethe dafin, mund të shtojmë, do me thënë, gjysëm. Lëngun e limonit do të shtoj edhe në moment që do të vendos në furr. Pak lëng limonit do të hedh. Ajo i shkrifaron, i jep shije dhe na i bën krejt ndryshe. Do të hedhim në moment që ta vendosim në furr atë lëngun. Ndërsa këto të tjerat, për kokra piperi dhe këto, është për t'i vendosur më përpara te lëngu që të aromatizohet. E kuptoj. Edhe përveç se këtyre mund të shtoni edhe një lug mix erzash. Për t'i dhënë një shije akoma edhe më të plot. Por, ajo që do t'a bëj të veçantë është nenexhiku. Dhe kjo recetë, do me thonë, atë të veçantën ka aromën dhe shijen e nenexhikut. Këto ishna, mund të vazhdojmë. Ti lexojmë edhe pastaj fokusohemi tek përgatitja e tyre. I kthejmë edhe një herë në ekran dy recetat e tjera. Pra, tortilla në furrë me djath, vezë e domate, na duhen 2 nga tortilla që ne kemi këtu, paketimin e zgjidhni ju e gjeni në ranxhin për masa të ndryshme, 100 gram djath, 2 vezë, 1 domate në kubik ose domatina, krip, piper, rigon ose trumz, piper të kuq, 1 lug gjalp edhe 1 lug vaj. Do të bëjmë gjithashtu edhe një recetë të ëmbël sot dhe është një mus çokolate me 500 ml qumësht, 2 lug kakao, 3 lug sheqer, 1 pako vanilje dhe 1 filxhan pana. Dhe unë po shoh që po bëhemi gati për musin tani? Po, bëhemi gati sa të ashtu, sepse dhe kjo do një kohë që të rritë të qëndroj, do me thëmë për të pregatitur. Kështu që filloj me këtë dhe sigurisht që në momentin tjetër pastaj do të fillojmë që ta përfundojmë. Atëherë, unë e kam matur, s'kam marrë dhe qumshin, ti marim të dyja për bërë. Marim dhe panën, po. Tham do të nxjerrim nga frigoriferi kur të fillojmë të gatuajmë, pana duhet qëndroj në frigorifer që të jetë sa më e sigurt gjatë konsumimit dhe puna të filloj me këtë qumshi, kur të vi radha e gatimit. Panën. Ky është qumshi dhe kjo është pana. E kam matur sepse duhet të jetë 500 ml. Ku është ajo? E ke këtej. Se nuk shoj mirë dhe nga se t'jemi. Ose është transparente ajo, prandaj. Ashtu. Do me thënë 500 ml qumësht. E kam matur ta kem gati. E hedhim këto direkt në tenxhere. Dhe këtu tani do të shtojmë, kam këtë të hapur. Kakao? Po, kam të hapur këto. 2 lugë të plota të supës kakao. Faleminderit Anila. Asgjë. Okej. Në të vendosim brënda. Do të hedhim edhe sheqerin. 1 lugë tjetër të lutem Anil. Ja, kemi 1 lugë tjetër të pastër. Faleminderit. Të lutem. Tani unë do hedh 3 lugë sheqer. Është e mjaftueshme. Okej. Ajo që duhet tjetër, do të hedhim edhe vaniljen. Kemi vanilje të shkrim, do me thënë lëng, kemi edhe kështu plor. Do me thënë, ju, çfarë mund të ndodhet në shtëpi, ndoshta edhe një bustin vanilje. Po, ashtu e kemi edhe në recetë, kemi vendosur një pako që ju ta masni që është për një përdorim. Sigurisht që me këtë shishen e vogël të në ranxit që ne jemi duke e përgatitur tani shkoni shumë gjatë, sepse ka një aromë të koncentruar, pra një pikë e vogël duhet, dhe e përdorni për shumë gatime dhe ëmbëlsira të tjera. Ajo që duhet tani, duhet të shkrihet pjesa e kakaos, bashkë me sheqerin, dhe do ta ziejmë, kështu duke e përzier, do me thënë duke trazuar, derisa ajo të filloj të mpikset, do me thënë të bëhet, si thuash, të reduktohet pjesa e qumshit, dhe të ketë sa të na vishet luga, themi neve, të bëhet një trajt kremoze, por jo e plot si mualebi, diçka më holl. Një krem i holl. Po, kuptoj. Që të ngjasoj kremit të panës pastiqeri, do me thënë aq e mpiksur. Tani orizi, besoj duhet jetë bërë gati, Anila të lutem mund të vendosim. Po, qëndroj una. Po, faleminderit. Po. Që ta heqim. Orizin e kemi vendosur në furrë me pak zgjal, piper të zi, me pak vaj ulliri, po gati kemi dorezat këtu. Pula është e zier dhe do të vazhdoj receta kryesore e ditës së sotme, ndërkohë që për sa i përket kësaj ëmbëlsirës që ne po përgatisim tani, këtu brenda kemi 500 ml qumësh, kemi 2 lugë kakao të plota dhe 3 lugë me sheqer. Do duhet të presim derisa të filloj të lidhet disi.
qumshti me kakaon me sheqerin, të treten të gjitha së bashku dhe të bëhet një masë pak më kompakte. A ka si duket? Është ngrohur. Është okej, po. Është në rregull. Me këtë lugën që kam përzier, nuk e di ku dukemi më mirë. Mirë janë që. Një aromë të mirë ka lëshuar gjalpi në momentin që e kemi vendosur në furrë dhe kemi ngrohur tavën edhe orizin. Tani, ta marrë këtu afër tenxhere. Të vendosim mera dhe racionet e pulës. Një heshtje e madhe. Po vendosim racionet e pulës. I kemi pre pak të vogla neve që... Sepse orizi nuk do doj shumë kohë. Në furrë ato thirë do marrë një sipërfaqe nga sipër apo jo? Jo, e do kohën të kënënila e po e do. Orizi bëhet shpejt. Mirë, shiko, shpejt sa shpejt? 15 minuta? Jo. Në furrë do më shumë 35, po. 35 minuta në 20 me pa tjetër. Vërtet. Po. Tani do t'ishtem edhe pak lëmë. Do të llogaris që nga momenti, po mirë, në tenxhere bëhet shumë më shpejt. Mirë, në tenxhere, tjetër fura, tjetër tenxhere. Tjetër shije fura, tjetër shije tenxherja. Tani këtu, edhim edhe këtë lëngun e limonit. Do t'i shtojmë edhe në energjik. Kjo kakao mund të pihet dhe kështu. Po. Se qumë është kakao sheqerka. Edhe unë me që se kam dhe kështu në energjik të freskët, do t'i hedhe edhe pak në energjik kështu të freskët. Po, sa e mirë do bëhet. Nuk e keni idem se sa e mirë do bëhet, edhe nuk marr as garush dhe fare, po do t'a hedh kështu. Edhe do t'a tundim pastaj tavën që të hyjë në brendësi. Tavë më të mirë dhe më të shishme... Nuk ka? Nuk ka. Do të fundit nuk do t'i hedh. Tani, e tundim njëherë tavën kështu. Po. I hedh pak vaj akoma. Unë mendoj që edhe kjo është gati. Hikja Nila nëse është gati, faleminderit. Tavën Tavën e kemi gati për ta vendosur në furrë. Në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëm